40 ditë pas vdekjes së njeriut, ja, çfarë ka zbuluar shkenca. Çfarë ndodh me shpirtin e të ndjerit 40 ditë pas vdekjes? Shkencëtarët flasin për herë të parë për efektin fantazm. Sipas besimeve popullore, shpirti i të ndjerit shkon në parajs pas 40 ditësh, dhe deri atëherë shpirti i tij qëndron në tokë. Janë bërë shumë kërkime shkencore se çfarë ndodh shpirtit të njeriut kur largohet nga trupi. Po a është e vërtet që shpirti i njeriut endet për 40 ditë pas vdekjes, siç thon besimet? Le ta shohim. Shkencëtarët eksperimentuan me lazer me anë të një spektri të një drite, e cila depërtonte në një dhomë vakumi, e kështu filloi të modelonte mostrën e ADN-s brenda. Studiuesit e përsëritën eksperimentin disa herë dhe çuditërisht drita përsëri e ruajti formën. Tashmë kjo njihet si efekti fantazmi i ADN-s. Spektometri, për të cilin shkencëtarët besonin se ishte i gabuar, regjistroi vërtet fantazma përgjatë 40 ditëve. Pra, besimet popullore pas kanë të drejtë që qoftë shpirti i njeriut është real, por edhe për fantazmat. Sipas studiuesve, molekulat e ADN-s janë si antena, sepse përmbajnë atome metalike, të cilat funksionojnë si lidhjemarrje të informacioneve kozmike nga ku merr dhe jep informacione. Në fakt, numri 40 nuk është as pak një rastësi. 40 milion janë spermatozoidet që shkojnë në vezët femërore dhe nevojiten 40 minuta për fekondim. Spermatozoidet mbijetojnë 40 orë në rrugët gjenitale. Qelizave u duhen 40 ditë të rigjenerohen. 40 ditë është agjërimi i madh. 40 është ritmi i përsëritjes së cikleve të universit dhe 40 koha e gjykimit. Dhe duhen 40 ditë ujë për të pastruar mëkatin. Në besimet popullore, kur vdes një dashuri e madhe, 40 qirinj dizen për hir të shpirtit të tij, dhe çdo mbrëmje, kur shpirti puqet me botën tjetër, qirinjt shuhen një nga një për 40 ditë rresht. Por ka nga ata që mbajnë vetëm një qiri që nuk e shuajnë kurrë, deri kur harrohet, dhe tregohet se kur vjen ajo ditë, shpirti i të ndjerit prehet në paqe. Përshëndetje, kush nuk e ka bërë ende, do t'i lutesha nëse është e mundur t'i bëni like faqes. Juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe. Ju faleminderit që gjendemi për herë bashkë. Kalofshin ditë bukur. Pra, lutjet ndaj të ndjerëve ndihmojnë shpirtrat që të kapërcejnë provat e vështira që zgjasin për 40 ditë pas ikjes së tij. Bota është plot me mistere, por me sa duket, numri 40 është çelësi njeriut në këtë planet, për ta jetuar jetën ashtu siç e njohim. Sipas besimeve popullore, çdo individ në këtë tokë ka ardhur nga një mrekulli, por shumë njerëz e harrojnë, dhe po ta mendoni thellë, në 40 milion spermatozoide, mrekullia erdhi tek ti. Problemi është se çfarë ke bërë ti që t'i japësh një sens asaj mrekullie që të lindi. Më thoni se çfarë mendimi keni për këtë argument, shprehni mendimin tuaj dhe shpërndajeni sa më shumë këtë informacion. Nuk ju kushton asgjë. Kalofshi një mbrëmje të këndshme.